një klim që të gjithë ankohen nga bashkëpunëtorët dhe korrekcinë e tyre, sot jemi në depon e FIBAO-s, për atë të cilën shumë e kemi përmendur, korrekcinë e kësaj kompanie. Sot do të sjellim bashkëpunimin e kompanisë nëpërmjet të bashkëpunëtorëve dhe atë arkitektës së mirënjohur Fitore Iliazi, e cila do të ndajë eksperiencën e saj, por fillimisht do dua të turoj të përgëzoj për karrierën, suksesin që ka sjellur një arkitekte si ti, Fitore Iliazi. Respekte. Përshëndetje Liridona, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë edhe kompanisë së FIBAO-t për ftesën. Pyetja e parë që doja të ta bëj, Fitore, është eksperienca juaj që ndani me këtë kompani dhe atë që shumë kemi përmendur, korrekcia në një klim që të gjithë po ankohen nga bashkëpunëtorët. Liridona, unë jam shumë e kënaqur me kompaninë e FIBAO, të cilët janë shumë korrekt edhe me kohën, edhe me cilësinë e materialeve, ku në ditët e sotit cilësia e materialeve ka shumë të bëjë në ndërtimin e një objektit ose realizimin e një arkitektit për veprën e vet që e ka kryer. Gjithashtu kjo ka të bëjë, ka shumë edhe rëndësi për klientët, ku duhet të jenë sa më të sinqertë në punën që e bëjmë, edhe në pjesën e investimit të atyre. Kjo kompani gjithashtu na ofron edhe peshore, po, atë për cilën kemi folur disa herë për shkak se hekuri që porositet në këtë kompani peshohet në kohë reale, në peshore ku edhe klienti, edhe ju si arkitekt keni një transparencë shumë herë më të madhe dhe korrekci totale ndaj klientit. Ndaj klientit, po, si e thave Liridona, edhe klienti është shumë i kënaqur, ku ai merr edhe një investim të materialit fix se sa material i ka dhe sa do jetë investimi dhe sa material ka harxuar për objektin e tij. Gjithçka është transparente, gjithçka peshohet përpara klientëve, përpara arkitektëve. Po të ecë puna shkëlqyeshëm, po bën një punë të mrekullueshme, ja kështu, vajza suksesshme, të afta, të shtoheni sa më shumë. Faleminderit, edhe unë shpresoj që sa më shumë të shtohen vajzat e afta, edhe gjithashtu edhe studentët e arkitekturës që janë sot, janë shtuar shumë më shumë në numër. Uroj që të gjithë vajzat të punojnë shumë dhe mos e ndalin asnjëherë ëndrrën e atyre, sidomos në këtë drejtim, ku është një drejtim më shumë i fokusuar me gjinin mashkullore dhe është më i rëndë për femrat. Por ama, kur punohet nga femrat, arrihen sukseset të tilla. Faleminderit.